Komiteti i përhershëm i Asamblesë Parlamentare të NATO-s mbajti sot seancë në shtëpinë ligjvënëse të Maqedonisë. Ky organ, të cilin janë anëtare 32 vende anëtare të NATO-s, seancën e mbajti me dyert të mbyllura, por në pjesën e hapur për opinionin ju drejtuan kryeministri Hristijan Mickoski dhe ministri i mbrojtjes Vlado Misajlovski. Të dy mbureshin se janë të përkushtuar për përforcimin e mbrojtjes dhe se për këtë japin më shumë se 2% të bruto prodhimtarisë vendore ose në para rreth 330 milion euro. Në fjalime dominoi edhe mirënjohja për solidaritetin nga vendet anëtare të NATO-s dhe BE-s që ndihmuan pas tragjedisë në Koçan. Megjithatë, Mickoski përdori temën e solidaritetit për të kujtuar se ne në NATO dhe si aspirant për antarësimin e BE jemi solidar dhe investojmë burime materiale dhe njerëzore, por kjo besnikëri nuk ka qenë gjithmonë e ndërsjellë. Mislim дека е важно да се знае ова. Ниту пак треба да се сокрие ова горко чувство кај секој еден македонец каде и да се наоѓа во светот. Пријатели си помагаат, но и пријатели искрено си ги кажуваат своите чувства и забелешки. Сметам дека треба да се размисли за војдување на механизми, каде нема да се дозволи билатерални спорови да бидат пречка за остварување на колективна и заедничка цел. Ако ние сите заедно чуваме куќата, тогаш и заедно имаме право да си ги кажеме нашите проблеми, разочарувања и очекувања. Ние ќе останеме лојален партнер и заедно и посветено ќе работиме кон остварување на колективните цели. Mickoski rikujtoi se Maqedonia ka ushtar në NATO, misionin në Kosovë dhe misionin e BE-s në Bosnjë dhe Hercegovinë, ndërsa Misajlovski theksoi se qëllimi i kësaj qeverie është rritja e gatishmërisë luftarake të armatës dhe modernizimin e saj. Një pjesë e madhe nga 330 miliona euro të destinuara në ministri, gjithçka për armë dhe trajnim. Иако од НАТО се бара 20% да се одвојуваат во буџетите за модернизација, ние иако како мала земја одвојуваме над 32%. U theksua se siguria është e cenuar jo vetëm me luftën e hapur mes Rusisë, e cila sulmoi një shtet tjetër sovran Ukrainën, por edhe për kërcimet kibernetike dhe hibride, dezinformatat, por edhe për shkak të krizave klimatike. Mickoski theksoi se Maqedonia me përkushtim do të luftojë çdo përpjekje për destabilizim të vendit dhe rajonit, me çka siç tha do të respektojë vlerat që na bashkojnë: demokracia, liria, sulmimi i të drejtës dhe solidariteti.